haxhis në fjalë 1.500.000 veta ja kanë falë gjenazën. Ku vdekshim edhe ne si aj. Ne si musliman, si shqiptar, e kemi një fjalë kur përcillim dekandi për haç, i themi shkofshe mos ardhsh. Neve na ka ndodhur një rast shumë interesant ku një person ka ndru jetë, nuk më kujtohet saktësisht, në ngjitje apo në lëshim prej shpellës Hira. Këtë informacion e kemi direkt nga haxhilirët tanë, të cilët kanë marrë pjesë në atë rast ku ka ndodhur për fat keq vdekja e haxhiut. Ne si musliman, si shqiptar, e kemi një fjalë kur përcillim dekandi për haç, i themi shkofshe mos ardhsh. Dhe ajo sa do të jetë si shaka, si sarkazëm, në ironi, në radh parë, po ajo ka shumë vlerë për arsyeën se haxhis në fjalë 1.500.000 veta ja kanë falë gjenazën. Ku vdekshim edhe ne si aj. Doktoresha jonë nuk pranon të dale para kamerave, normal për të ruajtur privatësinë e saj, por se është mundu me mishe me shpirt gjinahi dhe ka një herë e merr malli sikur, po ajo nuk është në dorën tonë. Unë nuk di kur gjo ma shumë përveç se t'i thonë familjes Allah i t'i jape sabër, bëjnë gajret, po ku ta kese edhe babi jem një vdekjet aty si ato, kur bandë kësha therë.